Pavarësi e Sopa, vajza që lindi 4 vjet më parë, pak momente pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ka filluar të rritet dhe të ftohet për vizita. Në shënimin e 4 vjetorit të ditëlindjes së saj, pavarësia bashkë me prindërit e saj ishte pjesë e programit festiv të RTK-s për 4 vjetorin e pavarësisë. Si duke lita për mamit, më gjithati me s'ka me lezodet, kajtu me s'kusu së me ndezhu, ketë me ta se me kalu, pak të më ben mamin me këgju. Shkja mbri zamër? Pavarësia. Tani, prindërit e vajzës së vogël ndihen shumë krenar dhe njëkohësisht mjaft të kënaqur që ka rastisur që vajza e tyre të mbajë një emër me një peshë kaq të madhe. Si prindër s'knaqësi që jemi duke u kujdesur për pavarësinë e Kosovës, për fëmijën që ka lindë në çaste më të rëndësishme të këtij vendi, të shtetit Kosovës. Ndërsa nëna e pavarësisë Lumturie Sopa thot se kudo që e shohin vajzën e vogël pyesin për të, madje edhe vajza vet ka filluar të habitet pse gjithë ky interesim për të. Tashte tutje ka nismi kuptu gjëra, tashte po pyet pse me në televizion, pse kështu. Prindërit e saj qysh tani kanë filluar të kujdesen në mënyrë më të veçantë për vajzën, edhe pse vetëm 4 vjeçare, ajo ka filluar të shkojë në shkollë.